Shëndeti i nënave dhe motrave dhe bijave tona është themeli i një shoqërie të shëndetshme e të qëndrueshme. Për këtë arsye dhe Komuna e Prishtinës i ka kushtuar një vëmendje të veçantë dhe parandalimit të kancerit të gjirit. Kemi rrit ndjeshëm përkushtimin dhe ndërgjegjësimin për këtë çështje në kryeqytet, duke investuar në infrastrukturë, në shërbime dhe fushata sensibilizuese që vendosin gruan si ashtu pjesë qendrore në kujdesin shëndetësor në kryeqytet. Gjatë kësaj periudhe kemi siguru edhe numra shtesë të mamografëve. Kemi investuar që në kryeqytet të kemi mamograf të ri dhe mos të kemi rende pritjeje për me marrë këto shërbime në kryeqytet. Pra asnjë grua sot nuk pret për me pas kontroll të mamografisë në kryeqytet, po ashtu kemi ofru të njëjtin shërbim edhe komunave tjera për rreth. Si rezultat, shërbimi i mamografisë në kryeqytet është plotësisht falas, pra kjo është një ndihmesë shtesë për gratë dhe për çdo grua, por edhe në kryeqytet, po edhe në komunat tjera. Gjithashtu kemi subvencionu edhe gratë të cilat edhe përballen me sfidën e kancerit të gjirit, duke qëndruar kështu pranë grave në çdo hap, në këto beteja të vështira, por gjithsesi që këto beteja janë të fitueshme dhe si rezultat kemi gjithmonë më shumë gra të cilat janë sfiduar, po që kanë fituar këtë betej, prandaj edhe jemi krenar për gjitha këto arritje. Pra këto investime janë një fushat e vazhdueshme të cilat edhe kanë dhënë rezultate konkrete, kanë dhënë rezultate të matshme në kryeqytet. Pra vetëm gjatë 2 viteve të fundit, numri i mamografive të kryera në Prishtinë është rrit për më shumë se 250%. Pra dhe kjo është një tregues i qartë i suksesit të përbashkët në kryeqytet, pra në qytetin ton, sukses i institucioneve tona, sukses i profesionistëve tanë shëndetësor dhe mbi të gjitha sukses i madh i grave të guximshme të Prishtinës dhe të gjitha grave të cilëve ju kemi dhënë shërbim që të kujdesen për suksesin e tyre e së bashku të kujdesemi për komunitetin tonë. Prandaj, të dashur qytetar, të gjitha këto investime, të gjitha këto arritje në kryeqytet janë vetëm fillimi, sepse kemi një rrugë të gjatë të cilën do ta vazhdojmë me përkushtim të plotë dhe gjithsesi që do të vazhdojmë të investojmë gjatë gjithë kohës në shëndet dhe në parandalim dhe në krijimin e kushteve edhe më të mira gjithmonë për një jetë të shëndetshme për të gjithë, sepse një qytet, një kryeqytet i cili ndërtohet nga qytetar të shëndetshëm, pra dhe mbi të gjitha ndërtohet me gra të forta, gra të guximshme, të cilat edhe mbajnë gjallë shpirtin e komunitetit, shpirtin e qytetit tonë. Prandaj ju falenderoj edhe një herë nga zemra për punën e mrekullueshme të gjithë profesionistëve, institucioneve, pjesëtarëve të ekipeve tona këtu në kryeqytet, që po e transformojnë edhe po e bëjnë një jetë shumë më të mirë për kryeqytetin tonë me fokus gjithmonë në gratë. Faleminderit edhe një herë. Urime edhe për këtë. Është me përmend edhe kjo është domethënë një arritje e madhe ky informator, sepse deri para 2 muajsh nuk ka pas as informator. Sot të gjitha gratë që përballen me sfidën e kancerit e kanë një informator të saktë, pra të saktë për hapat e ekzaminimit të gjirit për gratë, dhe kjo është një ndihmës shumë e madhe. Prandaj faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Edhe njerë ju përgëzoj juve drejtarët keni bën një punë të jashtëzakonshme dhe në momentin kur kemi marrë në aftesën me qenë pjesë e një
një kampanje dhe një krijimi të një informatori të tij ne kemi pranuar dhe si Qendër Klinike Universitare së bashku me kolegët e mi do të kirurgjisë torakale dhe të radiologjisë dhe doktoreshën radiologën e ju këtu kemi bërë disa hapa konkret në krijimin e këtij informatori dhe gjithsesi një falënderim për AMC-n e cila na ka përkrah dhe ka qenë iniciatore e kësaj pune dhe sot ka para durve kemi një informator i cili duket shumë i thjeshtë, po i cili do të ketë një impakt në zbulimin e hershëm të sëmundjeve të xhirit. Dhe kjo është një rezultat jashtëzakonshëm dhe shpresojmë që kjo të vuhet në praktikë sa më shumë, kurse shpresojmë që vitet në vazhdim të kemi një program i cili është hartuar në Ministrinë e Shëndetësisë, program nacional të skriningut, me të cilin do të obligohen femrat e moshës 40 vjeçare të bëjnë një mamografi dhe kjo do të rrisë në masë të madhe zbulimin e hershëm të sëmundjeve të xhirit. Edhe një herë ju përgëzoj, informatori është shumë i thjeshtë, shumë konkret dhe secili pacient i cili do të bëhet, shpresojmë të kemi sa më pak, po potencialisht mund të bëhet, aty nga komuna Prishtinit më të gjej disa informata se ku të drejtohet, çfarë të bëj dhe të mos hub rrugën. Dhe këtë mënyrë të lajmërohet në vendin adekuat, pra duke vënë në theks rolin e rëndësishëm të mjekut familjar, i cili është shumë i rëndësishëm në këto hallkat e trajtimit të sëmundjeve malinje në përgjithësi, meqense është kontakti i parë i pacientit me mjekun familjar. Dhe një mjek familjar i kujdesshëm mund të bëjë zgjidhje të jashtëzakonshme. Një informat, një zbulim të hershëm të sëmundjes ose një ekzaminim korrekt dhe në këtë mënyrë të orientojmë në mënyrë të duhur trajtimin e këtyre pacientëve. Edhe një herë ju përgëzoj, është një punë shumë e madhe, shumë e mirë dhe ju inkurajoj të vazhdoni me këtë punë të ardhmen. Ju falenderoj shumë. Faleminderit shumë, doktor Ilir, tash domon po dojmë para se më dhon fjalën sigurisht po mbas po lëm me prezantu, për një fjalë sigurisht që kemi dashur të Nafia dhe Violeta, kjo e tha doktoresha dhe besoj që s'gaboj hiç, se për këtë fushë janë doktoresha dyat, por po duhet që një prezantim me bë Rina një herë domon të informatorin pika shkurtë, pastaj domon edhe me dhënë edhe ju mendimin e ju për këtë pjesë të fushatës që jemi bashkangjit të Prishtinës. Besoj që shumë shpejt do të përfshihen edhe komuna të tjera me qëllim që të krijojmë informata sa më shumë për gratë që kanë nevojë për këto shërbime. Faleminderit shumë doktor Izet. Atëherë faleminderit shumë gjithë të pranishmëve, faleminderit shumë përfaqësues të organeve komunale, publike, shëndetësore. Muaji tetor si asnjë muaj i vitit na bashkon. Po e shihni se këtu jemi të gjithë së bashku, institucionet e niveleve të ndryshme shëndetësore, qeverisëse, organet e ndryshme publike, organizatat qeveritare dhe individ. Na bashkon për një kauzë të thjeshtë që të rrisim ndërgjegjësimin për kancerin e xhirit. Kur një grua smurët me kancer të xhirit, atëherë nuk vun vetëm ajo, vun gjithë familja, vun gjithë rrethi. Për këtë arsye, AMC ka marrë një iniciativë bashkë me komunën e Prishtinës që të krijojë një informator të thjeshtë, i cili do të tregoj hapat se si një grua duhet të orientohet në mënyrë që të zbulojë sëmundjen në nivelet më të hershme të saj. Sot përballë jush dua të shtroj edhe një pyetje thelbësore, pyetjen që e kemi ngrit vazhdimisht ndër vite ndaj punëtorëve shëndetësor. A e kemi vendos pacientin në qendër të sistemit shëndetësor? Ka arritje të shumta, padyshim, që duhen vlerësuar. Diagnostika ka avancu, ndërgjegjësimi është rrit, ekziston përkushtimi profesional, radiologjik, kirurgjik, onkologjik e infermierik, të cilët me profesionalizëm u qëndrojnë pranë pacientëve brenda sistemit. Sidomos e kemi klinikën onkologjike një histori e suksesi në udhëheqjen e drejtorit Ilir Kurtishi dhe jemi shumë mirënjohës të gjithë pacientët që frekuentojnë 200-300 pacientë në ditë e me 1000 pacientë gjatë vitit. Por njëkohësisht mbesin ende sfida që kërkojnë zgjidhje të qëndrueshme. Ne besojmë se institucionet do të bëjnë shumë për të siguruar informat në çdo QMF për nevojën e kontrollave me eho dhe mamografi. Sepse jeni adresa e parë ku shkon çdo paciente dhe aty duhet ta merr informatën nëse nuk ka bë se ka bë kontrolla të shkojmë atje. Staf të mjaftueshëm radiologjik në të gjitha komunat, për Prishtinën e di që ka mbulueshmëri të mjaftueshme.
aparatur të sofistikuar, qasje më të gjarë në barna të avancuara, kushte ma dinitoze dhe ma shumë hapësira për trajtim, plotësim të kapaciteteve me staf të mjaftueshëm, sidomos atij të mesëm, dhe sidomos dëshmëri krijimin e një qendre të kujdesit paliativ në mënyrë që pacienti në fazat e vështira terminale të mos mbetet i vetëm dhe familja të mos traumatizohet nga mungesa e përkujdesjes profesionale.